Personal zotrim sa për të ndëruar mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe t'ju a jeni odan mirë mbrëma zotrin Naim Abaze. Mirë mbrëma mirje, mirë mbrëma të gjithëve. Sigurisht, urime epopeja e lavdishme ushtrisë ligjimtare të Kosovës, urime epopeja e familjes Jashari, urime epopeja e Adem Jashari. Janë ata të gjithë që kanë dherë lume i gjaku që ne sot të festojmë, të lirë, të përkujtojmë për jetë të jetëve si vula më e rëndësishme 3000 vjeçare e lirisë mbar shqiptare. Jemi bashkë për përsëri në shoqin tuaj të fjalës e të këngës në Odeon në Radio Televizionin 21. Në këto ditë të mëdha, feste të epopes e përkujtimi, sigurisht kthehemi dhe rezonojmë e kujtojmë ato ditë sa të rënda, të dhimbshme, por dhe të lavdishme. Më e bukura ishte që të gjithë ishim këtu, të gjithë qëndruam këtu, dhe të gjithë veç me qëndresën tonë u bëm pjesë e ushtrisë së lavdishme çlirimtare të Kosovës, u bëm pjesë e lirisë, edhe sot i gëzojmë këto ditë këtu bashkë, ne të gjithë që kemi mbetur të gjatë. Do të kemi shumë qëta, do të kemi një Sasitoviçan, do të kemi një general që do të na flasi, që ishte protagonist i luftës dhe i lirisë, edhe që ishte edhe general i ushtrisë ligjimtare të Kosovës, e general i ushtrisë i forcave të armatosura të Kosovës, i FSK-s. Edhe që do të na flasi, do të na evokoj shumë çka të bukur nga ato ditë lavdishme. Do të kemi këngë, do të kemi edhe humor në mënyrë që absolutisht të jemi konsekuent në atë çfarë bëjmë në spektaklin ton, por edhe të jemi dëshmitar të asaj që në këto ditë lavdishme flasim e këndojmë, bëjmë edhe humor, ju sjellim gazet dhe juve edhe vetes tonë, sepse jetojmë në Kosovën Republikë të pavarur, të synuar 3000 vjet. Ne të falenderojmë nga zemra gjithmonë sponsorët tanë, ata që janë suportin i fuqishëm me mbështetja jonë e mirë, një armatë të tërë që e realizojnë të spektakl, me këtë skenografi vërtet tër glamur, po që në mënyrën më të bukur e simbolizon epopen e UÇK-s, epopen e Jasharëve, epopen e shqiptarëve, kemi Skënderbeun, natën e zjarreve, në natën e zjarreve neve veç jemi realist në program. Ato ditë e kemi realizuar një këngë, sepse absolutisht unë dez e gjithë bota shqiptare, ashtu si edhe këngëtarë të tjerë, bile me njëherë është realizu një këngë, Shkëlqimi i Plisit, diçka jashtëzakonshme e bukur nga Ilir Shaqiri, Korona dhe një grup këngëtarësh e valltarësh, por ku merrte pjesë edhe Mihria që kërkonte push. A ka edhe një push? Hey, a ka edhe një push, për mua, hey. Dhe u bën edhe për plot këngë të tjera, këngë të bukura që ishin absolutisht një logjistik morale për të gjithë luftëtarët e lirisë. Na kanë thënë pastaj në takimet tona, qoftë në mal dhe qoftë më pas në liri, që kemi vlejt si një logjistik morale shumë e lartë që e kanë ngrit shpirtin luftarak e ushtarak të ushtarëve të ushtrisë ligjimtare të Kosovës, dhe edhe unë pata realizuar një këngë të bukur, jep kushtrimin Qiqavica, ku doja në një farforme absolutisht të vëja në atë farë mozaikun e këngëve të bukura dhe krijimtarisë të bukur për ushtrinë ligjimtare të Kosovës, edhe emrat që simbolizonin jep kushtrimin Qiqavica, Thret Shabani bijtë të Zotit, Hamzi Jasharin gryk të topit. Dhe goxha ka qenë edhe interesant, pak si Supermani ajo, bile edhe kanë pas fillu me më thirë Superman. Megjithatë, le të ecim me programin ton, do të vinë në vazhdim, fillimisht që të na sjellin gaz përmes alegorisë, humorit, satirës së tyre, artistët e humorit, me emrat e tyre artistik, Dada Hyr dhe Kulja. Mirë Roma, lavdi. Jemi në ditët e epokes të UÇK-s. Lavdi gjithë dëshmorëve që ranë për liri, ku ne sot e gëzojmë. Lavdi të gjithë. Lavdi.
Po që shini bëna e me Miki? Mirë. Shumë mirë. Bash mirë. Mirë, kujtojmë ato ditë të vështira, të rënda, po që e lëvizën Globin, së pari Globin e shqiptarve, nëse mund ta quajmë kështu, edhe Globin toksor. Toksor. A ju kujtohet ku i nikon ato 3 ditë? A keni kujtime kështu? Përveç asaj që të gjithë kemi pas dhimbje, mlef edhe dëshirë për me dalë krejt luftë. Kemi qenë këtu edhe kemi pas shumë mlef. Normal që të gjithë kemi pas qef me dalë, mirë po ka qenë pa mundun. Por një gjë mund të them, faleminderit gjakut tënve që kanë dhënë për neve që na sot e gëzojmë lirin. Sidomos familjes të Jasharajve, lavdi dhe faleminderit dhe atyne. Në këngën time, unë e kam thënë Fred Shabani bijtë të Zotit, sa ka ishim bijtë të Zotit, bashkë me Shabanin vetë, që e nisën. Po, e nisën, na sot e vazhdojmë, edhe sot edhe humor mund të bëjmë të lirë me këtë skenografi që krejt e kemi kështu u që kënë vesh kuqezi. Me ju kallëzu. Hajde për hajrë. Weekend, vetë në shpe. Përri, s'përrihet. Me kajtë, s'po dolin vetë. Me kesh, s'mu keshke. Me flejt, hese flej. Qka me botu ne dhe shkur për më zërë telefoni, pe këqyri kullja për më thirë. Ej, ti thash, vicin që e kom ble, e kom pre dhe i kom ush 2 friza. Një ty hyrë, një vetit. Ma fej. Po banet me 6 tiva, s'po di qa me bu me ty. Qysh më respër, dhe qa me bu me mirë. Hypikerit, mere mishin me vete, hajde merëm, e vi janë katun, e pete bujna një iftar për qefi, pete pjekime në përëshën gaca mishin, e po të knoqëm sa të mujna. Rrugës i morim edhe dëshëshni që shto kënë të mërim edhe që. Ani dil për 15 minuta poshtë. Dola, kur dola qka me po në em, kishë ardhë me minibus të firmës të vetë. A di nga to që janë në pëtërë? Po? Pe këqyri e thash, luja, kule luja. Kur na tanë një dëqë këshiket minja aty. Thash e qika, apo dhe një shkojmë ka këtë në të hajmë iftaret knoqëm, në vend, tha, vesh t'jon hypë, mbos, tak, e t'ja ferën për ka thonë. Ta man mërima atje, ato dëllën pe busit, unë e mora e parkova që aty, për bol do këshia i, një këshi i kësojna, soher shkëshim tavan të punu diqka. Kur për dalë tash, o, këshia i hyrës, a, pet jenë tavan të punua? Tha po, na tati del gruja, a, ti njeri, ku me talon kafën? Ti rëshet koma, zade, bum. Mës ma qëtë, tha kërkon, tha se e pinë spital. E di, shta me quëne, po e mur gruja vetë qaj. Nej, se i mora o ne po hina në bare, se ne pendreq që unë e venin, adin kështë që më ullë tënë atë atë. Edhe kur këto të ullë, peshat këshikën merin, diçka si mërzit, shumë qështo. Oj, merë, thash mëri qaki, që e mërzit shumë, më kalon tha erzini. Thash qka? Tha më kalon erzini, buri vetë. E, më i Se s'fa merë, gjeli. Po, dhe, thash, kur thejsha unë e mirë, shqip ju kom thonë, kur mos u martoni me moshkuj që kanë emra lumejsh, si Erzen, Shkumbin, Drin, dalit nga shtrati. E të ullëm, e t'ja nisë me fullë, me keshë, me bollaf, e hyra e murë mishin me bo hazër aty në përgoca, në përase, me bo iftarin. E t'ju këtheva këtë në këjshike, thash, mere me men buri, po më thëtë muë, mu bo romantike. Mu! Ato e qka i the?
Që po ta mi thonë, unë alstruja dhe zaniqiri që romantik pa pare. Ani, romantik pa pare dhe ajo Anita po i ke romantik pa pare, pa e nive. Jo, pse që tha? Qysh më i se nive? Jo. Ka thonë burit vetë zemër, kom një që ki marrë një sekretarisht 3. Aj po, sa vjet i ka? 20. Aha, a po punan mirë, po, thot mirë i knaqët jo me to. Mirë shumë, a është e bukur? A i thot, po, simpatike. A, mirë shumë, qysh po veshët? Shumë ka dale. O, po tja e dive këj shikën tonë që ka djallin jashtë. Ha, qka tha jo? Thash qaki mëri, thash që shtë mërzit shëmbre. Pa, mo ka martu djalli. Është po t'i dush me këcyje, mu daldise, mu tranue. Mu gzu mëri që po martuët. Ha? Thash po le, Allahire, hajtë kalzëm të shëkojëm një nusja. Pa Hans. Hans? Aha, po thash ti ko ke mërzit, thash që s'ko ka jam në shqiptar. E në kërejt që ta amikeve që ngu. Hajde. Në kërejt që ta kjo t'u zgërri, t'u bo muhabet, t'u knoq, këtu laf, t'u musja të shkuq, gazit, në kup të keres, mu me t'kall. Unë e krejt t'u i pregadit, e pregadita salotën, e marova longin, i nxira speca turshi, e pje kamishin në dëm prysh e dëm skar, e shtrova tavolinën, kjo hesh, veç bëjke muhabet edhe keshke. Shtrova tavolinën, piqes krejt, piqes në përpijata, pibi pijet edhe modi kur plasa, krejt u ula. Kur kjo, ha tha duna me bodi qka, tash normal po, thire a zonin. Bile diçka. Diçka. Mori dë veta, unë e fërt mirë, ti e din që unë një me vyme. Edhe buri jam fryhët me mju, thët qarë grujet vyme kam. 4 punë për i heri ban. Telefonën, pin sigare, pin kafe, edhe i lynë fajt. E kam një dërës një falë gjimë mëri se uni. Fart full fjallë të meshme. Thët, ma jep një ëndër ku të jetoj, se realiteti më mbyti.